Dashur miq, faleminderit që jeni pjesë e këtij komunikimi sërish me podcastin e Qendresës këtu në hapësirat e Qendresës Qytetare. Ne së bashku kemi pasur mundësi që të flasim për çështje të ndryshme, tema të ndryshme. Sigurisht që vendi jon ka gjithmonë surpriza kur bëhet fjalë për lajmin e ditës, edhe duket sikur vendi jon kalon emergjenca pas emergjencash. Po megjithatë ne gjejmë kohën dhe hapësirën për të diskutuar pak më gjatë se sa në këto 15 minutat e televizioneve për çështje të ndryshme. Ne kemi zgjedhur që për këtë temë në fakt të flasim për çështjet e zgjedhjeve dhe kryesisht orientuar pak tek gratë dhe vajzave dhe kë më së miri mund të ftonim për këtë çështje se Elira Çepani. Kështu që Elira, faleminderit që je pjesë e këtij komunikimi. Faleminderit për ftesën, shumë kënaqësi ta shoh edhe Qendresën edhe podcastin që ndryshon edhe rritet ditë pas dite. Kështu që është kënaqësi e veçantë. Shumë faleminderit. Ne jemi miq prej vitesh tashmë edhe kryesisht mik na ka bërë rruga, domethënë ne jemi njohur për protesta edhe në për angazhime qytetare. Sigurisht ti shumë përpara nesh edhe vlen të përmendet që unë ndonjëherë kur bëhet kjo bilançi i shoqërisë civile që çka ka arritur në këto 30 vite, ne përgjithsisht qytetari nuk është se i beson shumë shoqërisë civile, jo vetëm për fat të qytetarit, por edhe për fat të sektorit vet. Po kur bën këtë, kur duhem të bëjmë këtë rezume që çka ka fituar, kam përshtypjen që çështjet e grave dhe të vajzave janë ato të cilat kanë bërë hapin më të rëndësishëm edhe ato arritjet më të rëndësishme në sa i përket luftës së shoqërisë civile për një seri mekanizmash. E ndan dhe ti këtë reflektim? Po me pa modesti dhe me krenari. E themi dhe ne këtë her pas here, jo të gjitha çështjet, po sidomos politika. Pjesa e përfaqësimit vajzave dhe grave në vendimarrjen politik, fuqizimi i zërit të tyre në të gjitha sektorët për sa i përket leadershipit, ka patur një rritje eksponenciale, edhe te pjesa, jo vetëm tek pjesa e përfaqësimit në numra, por edhe te pjesa e fuqizimit real. Dhe kjo është një nga gjërat që na shtyn ta vazhdojmë akoma si angazhim, sepse në fillim ka më shumë për të bërë. Ka më shumë për të bërë, se kjo është një pyetje që më bëjnë gjithmonë në parlament, kur shkoj vazhdoj kërkoj gjëra të usuknaqet. Ne ministra, gratë i kemi dhe ministrat, kuotat i kemi. Në këto këshillat bashkiake ka vajza dhe gra plot, domethënë edhe në aspekte të tjera gratë dhe vajza duket që janë paktën kam mësuar një transformim nga ku mbaj mend unë kam qenë i vogël, gratë dhe vajzat ishte pothuajse e pamundur të tabu ti shikoje në biznes, ti shikoje në vendimarrje, ti shikoje në parlament. Sot është transformim krejt tjetër. Po çfarë mund të bëhet më shumë tani, vetëm të spostohemi ne fare. Jo, s'ka nevojë të spostohemi, po dëgjoj, se kemi arritur akoma atë 50% që duam që është në nivelet e popullsisë. Se nuk duam më shumë, duam thjesht shanse të barabarta. Por për sa i përket politikës për shkakun, po edhe fusha të tjera, për sa i përket politikës, ne shohim që janë rritur numrat, e shohim në pamje, por ajo që kuptojmë neve që punojmë në sektor, edhe punojmë në mënyrë drejt për drejt me vajzat dhe gratë, qoftë nivel vendor, qoftë nivel qendror, është që ka barriera shumë të fshehura, të cilat e pengojnë shanset e barabarta. Sepse ti the vërtet, kemi kuotën tani dhe është okay. Po ti e çon dikë me kuotë, edhe i thua dil bëj një fushat elektorale. Në fakt nuk i jep as akses në media, nuk i jep as akses në financa, nuk i jep ke 86% të rasteve të dhunës me bazë gjinore politik janë të drejtuara ndaj grave. Pra vërtet e ke në letra që jep shanset barabarta, por në fakt barrierat e fshehura të cilat ne i studiojmë me shumë kujdes janë barriera të cilat e pengojnë këtë lloj shansi që të jetë i barabartë, qoftë me burrat me djemt, qoftë në nivel partie, qoftë në nivel edhe zonash të ndryshme gjeografike. Kështu që ajo që ne për cilën ne vazhdojmë të luftojmë është që shanset të jenë realisht të barabarta. Dhe ata njerëz që garojnë, sidomos në politikë, se ajo është fusha që unë mbuloj, ata njerëz që garojnë të kenë realisht shanse. Kjo gjë vlen edhe për të rinjt, nuk është vetëm për gratë dhe vajzat. Se ne themi që kemi futur kuotat e tjerë, por janë njerëz që kanë shumë pak aksese në networke për shembull për fundraising. Ose një nga nismat që ne kemi bërë tashmë prej vitesh që kemi diskutuar edhe bashk. Nuk kanë vetëm 10% e kandidatëve deklarojnë që kanë akses të financat publike të partive politike. Pra partitë politike marrin një fond të caktuar nga buxheti i shtetit dhe asnjëri nuk ka akses tek ato. Po nga këta 10% si është raporti me shumë më pak vajzat e gratë.
Shumë më pak, sepse nuk ka gjë që ne po mundohemi tani, që është në kuadrin e advokimit legjislativ që ne e quajmë, është të vendosim në ligj një kuotë që është shumë e vogël, nuk është sa kuota e përfaqësimit, por është 10%, të paktën 10%, e cila do të garantoj që forumet, strukturat e vajzave dhe grave të kenë një akses automatik te pjesa e financave publike. Që ne dim që nuk janë shumë për partitë politike, sepse janë financa të tjera që i mbulojnë, por kjo është vetëm për të krijuar kulturën. Njëjta gjë edhe për të. Domethënë nëse e kuptova, po thoni nëse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në bazë të votave që ti merr përcakton një buxhet, ti jetë automatikisht i përcaktuar buxheti që në këtë moment për forumet e grave dhe vajzave në partitë politike. Po, pra 10%, të paktën 10% e këtij buxheti ti kalohet në mënyrë automatike strukturave. Ne kemi kërkuar për vajzat dhe gratë, por mirë do ishte të bëhej edhe për forumet e të rinjve. Pse? Sepse janë struktura brenda partive politike, të cilat funksionojnë me 0 lek. Pra, po ti pyesësh në studimet që ne kemi bërë, sidomos forumet e vajzave dhe grave janë me 0 lek nga partia politike. Pra duhet ngren vetë financat e tyre. Po ndërkohë, ne dim se sa e vështirë është ta bësh këtë gjë në Shqipëri dhe sa më pak akses kanë vajzat dhe gratë në këto rrjetet e ngritjes së fondeve, po edhe në biznes ka ana tjetër, sepse është e lidhur fuqizimi ekonomik me fuqizimin politik. Kështu që prandaj dhe ne jo për të krijuar në një fond të madh, se ne dim që ai fondi nuk është se, por për të filluar për krijuar kulturën, që këto janë, sidomos fondet publike, janë fondet të cilat duhet të shpërndahen brenda partisë në mënyrën e dur, të paktën për sa i përket strukturave përfaqësuese. Edhe mua më qëndron, unë nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë këtë, po më qëndron. Kam përshtypjen që mund të jap një lloj kontributi në dalje nga të qenurit fiktive këto organizata. Domethënë apo domethënë se mund të jetë perceptimi im i gabuar që janë fiktive. Ose në një farë forme në kufi të qenurit fiktive dhe një lloj nuk janë fiktive, po janë të varura nga partia në mënyrë pra dhe kjo mund të jap një lloj i jep një lloj autonomie, i jep një lloj zëri më shumë, po i jep edhe liderave të tyre një lloj përgjegjësie për të raportuar për financat. Tani unë një pyetje. Çfarë ndodh? Ja, vetëm ta shpjegoj edhe këtë. Lideri i një forumi apo i një strukture, nëse të gjithë punën e bën me paratë e veta, fillon i duket si i vetja i vendi, se është normale, pra ti e financon. Te kemi kuptuar, e shohin shpesh. Unë shoh shkoj nga Tirana në Kukës, nga Kuksi në Gjirokastër etj. Këto janë të gjitha shpenzime dhe kur ti i nxjerr nga xhepi, atëherë kjo gjë fillon të duket si e jotja. Në fakt, nuk është e jotja sepse është e partisë. Në momentin që partia të financon dhe të detyron, jo vetëm partia, por edhe KQZ-ja, që ti të raportosh për këtë fond sa i vogël të jetë, fillon dhe krijohet kultura që ti je një strukturë e qëndrueshme brenda partisë, me jo vetëm me privilegjet, po edhe me përgjegjësitë përkatëse për të raportuar. Si shpenzohen parat, si bëhet plani i punës, çfarë aktivitetesh ke bërë ti me këto lekë etj. Mua më duket shumë e mirë kjo, vetëm se un kam një pyetje që besoj ta marr sinqert. Këto janë organizata të cilat janë të grave dhe vajzave brenda strukturave të partisë. Edhe un kam përshtypjen që ato mund ta kenë kuptuar dhe vetë që kjo është një nevojë. Tani në këtë kuptim, pse është kaq e vështirë që këto forume t'ia dalin të fitojnë këtë lloj apo a janë të vetëdijshme për ta marrë këtë dhe pse do duhet ndihma jote pasaj që t'ia japësh si e jashtme këtë akses në partinë e tyre, sepse nëse është e rëndësishme gratë dhe vajzat e partisë janë mund të negociojnë me drejtuesin, me liderin, me një lloj presioni edhe pak minimal, nuk ma merr mendja se ka nevojë për shumë. Kur bëhet fjalë për të marrë para, gratë dhe vajzat nuk ka nevojë për ndonjë presion të madh. Ja dalin për shembull në familje, ja dalin në gabim. Vajzat dhe gratë sot më i mbajnë familjet më shumë se sa çmarrin nga familjet. E mirë, kjo është edhe shoqëri biles, po nice. Kjo është pak për atë stereotipin që ta marrin atë kartën e kreditit. Dgjoj, ti vet ke punuar me politikën, domethënë ndoshta nga ana e monitorimit, ne punojmë me partitë politike brenda partive politike. Edhe kuptojmë se sa e vështirë është
demokracia e brendshme e partive politike fatkeqësisht në Shqipëri nuk funksionon. Po, e vërtetë është. Dhe gjithashtu edhe strukturat kanë një zë të caktuar, por nuk janë edukuar me fuqinë e zërit që mund të kenë edhe me vota antarësie. Kështu që kur vjen puna tek fushata, te angazhimi, po ta shohësh punën reale e bëjnë strukturat, pra strukturat që janë jo vetëm strukturat lokale, por edhe forumet e grave dhe të rinjve. Kështu që punën ata e bëjnë. Po, e vërtetë është. Por her pas here u mungon fuqia për ta kërkuar këtë gjë brenda partisë. Dhe nga ana tjetër, ajo që ne kemi vënë re është në Shqipëri, nëse gjërat nuk janë me ligj, ka një mungesë të vullnetit për zbatim. Këtë gjë e vëmë re me kuotat. Kur ne futëm kuotat në vitin 2008, 30% dhe ishte 30% në gjithë listën. Dhe thamë ne arritje e madhe, u futën kuotat e tjerë. Çfarë bën partitë politike? I morën 30% në grave e futën gjitha në fund listës. Me listat tona të mbyllura s'doli asnjë nga ato gratë. Kjo është e vërtetë. Domethënë politika ka eksploruar gjithmonë rrugë alternative. Në çdo reformë zgjedhore ne bëjmë nga një ndryshim të kuotës që e fuqizojmë. Një refutëm 1 në 3, pastaj ishte gjoba, partitë politike paguanin gjobën që mos vinin gra në listë. E rregulluam dhe këtë e bëm me refuzim të listës, kështu që e kam pak më vonë ca pyetje interesante për këtë të kuotës, po pa shkuar te kuota, domethënë mbetemi te kuota, po në këtë aspektin e barazisë dhe barazisë edhe mundësive të barabarta që ti po thoje pak më parë. Për shembull, në narrativën e kryeministrit, tani jo se është mizjuar i vendit, por është kryeministër dhe ne jemi detyruar të merremi kur ai bën le të themi përkufizime të ndryshme. Dhe pastaj si e shikon ti, kur bëhet fjalë për të barazuar vendimarrjen, nises nga premisa që gratë dhe vajzat janë menaxhere më të mira, le të themi më të përkushtuara në punë, janë më të pakorruptueshme, thonte kryeministri. Domethënë ka dy qasje, domethënë një qasje që le të themi burrat mblidhen e thonë që do vendosim më shumë gra se gratë janë më të mira dhe pastaj i përdorin për narrativ për ligjërim, dhe një që janë apo janë të mira, ne do duhet që dhe nëse janë të mira të japim hapësirën e tyre të barabartë. Domethënë kush prevalon më shumë tani? Barazia apo vlefshmëria në sistem? Tani në vendimarrje dhe në politikë duhet prevaloj dy gjëra që janë të rëndësishme, sepse politika është përfaqësuese. Pra, politika duhet përfaqësoj shtresat e ndryshme të shoqërisë, të jetë zëri i shoqërisë. Si mund të jetë zëri i shoqërisë nëse ti nuk përfaqëson 50% të shoqërisë? Pra, nëse janë gjithë burra në një parlament ose gjitha gra, ti nuk përfaqëson gjysmën 51 vile është në Shqipëri, përqind të popullsisë. Kështu që këtu fillon edhe shkelet me një herë nëse ti ke pabarazit edhe nëse në përfaqësimin në numra. Nga ana tjetër, është një që politika të jetë një pra le ta marrim një institucion në përgjithësi që bën më të mirën për ata që për popullin apo për njerëzit e tjerë, aty duhet jenë njerëzit e duhur. Tani si zgjidhen njerëzit e duhur? Zgjidhen nëse u jep të gjithëve shanse të barabarta dhe zgjidhet më i miri, apo nëse ti ke një grup njerëzish që janë aty prej 100 vitesh dhe janë ata sepse ata janë më të fuqishëm dhe ata do dalin sidoqoftë. Pra nuk është çështje se janë gra dhe vajza, është çështje edhe se mund të jenë dhe burrat e djem, se kuota nuk është për gratë, kuota është gjinore. Por kuota është për gjinin më pak të përfaqësuar. Pra dhe nëse bëhet e kundërta, ligji do mbroj burrat e. Pra ideja është që përfaqësimi të jetë sa më i barabartë të jetë e mundur, ne nuk e kemi arritur. Pra në Parlamentin shqiptar ne si numër historik kemi 35% që në përfaqësim. Por edhe në Këshillat Bashkiake, megjithëse kemi futur kuotën 50%, kemi 48% sot të përfaqësimit, që është shumë e lartë sepse aty është një në dy mekanizme. Pra mekanizmat ligjor kanë shumë vlerë për sa i përket kësaj gjëje, sepse ndryshe nuk ndodh. Derisa të krijohet kultura që politika, partitë politike dhe politika vetë të përzgjedh njerëzit më të mirë për të bërë punët më të mira. Unë nuk jam me stereotipet që një grua apo një burr, njëri është menaxher më i mirë, tjetri është më pak i korruptuar, donse studimet tregojnë se gratë janë më pak të korruptuara, por jam me garën për të patur mundësi të barabarta, për të garuar ama të barabarta.
jo me barrierat fshehura të cilat pengojnë. Edhe unë besoj që kjo është qasja e dur, edhe ju keni bërë një kontribut të jashtëzakonshëm në këtë qasje. Po edhe nga një përjetim personal, unë mendoj që, domethënë, kur e dëgjoja shpesh këtë që gratë dhe vajzat janë më të përkushtuara, janë më të dedikuara ndaj punës, janë më pak të korruptuara, në fakt unë edhe në kështu, domethënë, unë në familje i kam pasur të dy prindrit drejtues. Edhe mbaj mend kur mamaja ime u përfshi në politik, unë mbaj mend dhe dëgjoja që ajo më tregonte një lloj reflektimi kështu që ishte edhe i sinqert edhe praktik, që thonte e kam shumë të vështirë që unë të bëj të çaj në politik, sepse burrat e partisë mbas orarit të punës ata mblidhen te kafja dhe i ndajnë të tëra midis njëri tjetrit, ndërkohë që unë do duhet që të jem e përkushtuar ndaj fëmijëve, ndaj familjes, por dhe nuk e bëj dot që të ri të pi dhe të harxoj kohë të tëra dhe në tavolinë burrash. Edhe aty e kam veçuar këtë si element, që një detaj kaq që duket periferik, po në thelb shpeshherë burra dhe djemt i vendosin gjërat e rëndësishme mbas orarit të punës në këto tavolinat me 5-10 burra që tek argëtohen edhe marrin dhe vendimarrje. Kjo është shumë e vërtetë dhe është interesante që vazhdon të ndodh. Dhe jo vetëm në Shqipëri, është në nivel global. Edhe nga ana tjetër është se janë edhe rolet që na përcakton shoqëria. Për shembull, vajzat dhe gratë kanë ende të përcaktuar nga shoqëria rolin e kujdesit për familjen. Pra ti, si do qoftë, ke 2 fëmijë për të rritur. Mua më pëlqen, unë e kam shijuar rolin e kujdesit. Do preferoja më shumë mamin se sa babi të kujdesej për mua, por kjo është kështu përjetim emocional. Në familjen tonë, unë dhe bashkëshorti tim, neve dhe Gerti, neve mundoheshim ta ndanim sa më shumë dhe ai thoshte një gjë tjetër, thoshte sa më shijon, thoshte që faleminderit, thoshte që ne rrisim fëmijët bashk. Sepse unë i kam fëmijët thoshte gjën më të rëndësishme dhe sa më shumë kohë të kaloj me ta, aq më shumë e kuptoj këtë gjën. Se kur je një njerëz që je i larguar nga familja gjatë gjithë kohës, pra në këtë stereotipin që burri është gjithmonë jashtë shtëpisë dhe gruaja, fillon edhe të mos krijosh një marrëdhënie të afërt me fëmijët. Është bekim. Po tani që ma thua ti dhe unë mendoj që edhe kështu mund të funksionojë, se nuk kam qenë shumë afër jush, po e kam soditur këtë lloj sjellje, edhe ishte funksionale, nuk është se ishte shumë funksionale dhe shumë e rëndësishme edhe për fëmijët. Po, absolutisht. Që të ndjejnë që të dy prindrit janë aty. Kështu që megjithatë, siç e tham, këto role janë përcaktuara nga shoqëria dhe ti pastaj thua që bëni fushat, po ndërkohë ti do mbash edhe fëmijët, ndërkohë ti do kujdesesh edhe për familjen, edhe kemi një pabarazi këtu që në nisje. Dhe për shembull një nga gjërat që ne kemi kërkuar funksionon në vendet nordike, po ne kemi kërkuar sidoqoftë, është që për shembull grave kandidata ose atyre që janë përgjegjës për familjen, tu garantohet dhe një farë kujdesi për fëmijët gjatë kohës së fushatës për shembull. Ose po jo vetëm kohës së fushatës, se kjo duhet të jetë një parim më universal, po bën sens, po. Fillon me hapa, ajo. Ose kur ne flasim për fuqizimin ekonomik, i themi grave dilnin punë. Pra po thua, nëse një grua do kandidojë, shteti duhet i mundsoj ndihmë ekonomike për qoftë ndihmë ekonomike, qoftë për shembull ka parlamente në përbot, të cilat kanë qerdhe dhe kopshte brenda, ka kompani në përbot, të cilat kanë qerdhe dhe kopshte brenda kompanisë dedikuar punonjësve të kompanisë. Sepse këto janë masa që ty të lejojnë që realisht të fuqizohesh në mënyrën e durr, se ne mund të themi grave që fuqizohu ekonomikisht, dil puno. Po në qoftë se në atë bashkinë, se ne punojmë shumë edhe në përbashki, qoftë se në atë bashkinë nuk ka një qerdhe dhe një kopësh, ku ti lër fëmijët ajo që të punojë? Nuk punon, qëndron në shtëpi dhe cikli pastaj është që ajo nuk është e fuqizuar ekonomikisht, nuk ka zërin e fuqishëm, s'ka pension e gjithë gjërat e tjera. Po edhe megjithatë ka disa shoqëri që megjithëse duken se unë dua të diskutoj pak edhe këtë raportin me barierat. Barierat, domethënë qasja ndaj barierave është që dikush ti çmontoj për ty, apo është edhe një sfidë për gjithë secilin për t'i ka përdzyer. Pra, për shembull, edhe në shoqëri pak më ku le të them burri dhe djemt janë shumë për shembull po ze Kosovën. Kam përshtypjen që roli i burrave dhe grave ka një lloj prezence shumë më të fortë se sa mund të jetë për shembull në Shqipëri. Nga perceptoj unë. E megjithatë, dhe nëse është e barabartë, megjithatë atje ka mundur të prodhojë një realitet tjetër për gratë në vendimarrje. Për shembull, ka pasur 2 presidente
gra. Është ende dhe sot. Edhe tentativat për të drejtuar qytete të rëndësishme në bashkitë të vendit kanë qenë gra, po gjithashtu kanë pasur një autoritet. Zërat aty gra janë shumë më të, unë edhe shpeshherë edhe i shoh dhe i ndjek. Si është ky raporti mes grave në politikën shqiptare, domethënë s'ka gra të forta këtu tek ne që të bëjnë këtë kapërcim barrierash. Edhe ne kemi patur shumë gra të forta, po që ta nis me Kosovën, unë punoj edhe në Kosovë. Po. Kam një kënaqësi shumë të veçantë që punoj në Kosovë, se mësoj shumë nga Kosova. Që nga fakti se si e duan ata vendin e tyre, dhe se si kjo përkthehet edhe në të bërit politik. Një pjesë shumë e mirë e politikanëve atje e kanë politikën me përgjegjësi shumë të lartë dhe me shumë dashuri për të bërë diçka për vendin. Është shumë interesante po t'i ndjekësh sepse unë ndjek sidomos nivelin vendor, por edhe nivelin qendror. Ti e shef këtë gjë që në nivelin vendor. Ata njerëz rolin e këshilltarit bashkiak e kanë me aq seriozitet dhe me aq shumë përkushtim, sa ti thua çfarë është kjo punë që po bën sikur të ishte një parlamentar në nivel qendror. Këtë gjë ne nuk e shohim, për shembull në Shqipëri është pak e vështirë që ta shohim. Nga ana tjetër, mënyra se si funksionojnë partitë politike është e tillë dhe sistemi është i tillë që ka fuqizuar më shumë edhe vajzat dhe gra, sepse lloji i sistemit, që është ai sistemi që ne kërkojmë ta sjellim në Shqipëri, por që s'na e pranon njeri. Po thua për sistemi me lista të hapura, sistemi zgjedhor me lista të hapura, është një sistem i cili fuqizon ata njerëz të cilët kanë më shumë fuqi në popull. Pra, sa më shumë vota ti të marrësh, aq më shumë fuqinë tënde e ke personale dhe kjo gjë të fuqizon edhe më shumë. Po aq sa ke pasur mundësi ta bësh analizë këtë qasje me listat e hapura, për aq sa kanë qenë të hapura në Shqipëri. Kur unë mendoj tani se kush kanë qenë njerëzit më të votuar në pjesën e listave të hapura, më rezultoi shumë pak, megjithëse tek Partia Demokratike fjala vjen në listat e hapura ishte një grua, Jorita Tabaku, që u votua më shumë. Nuk ishte kjo situatë në Partinë Socialiste, po dhe aty kishte. Ndërkohë që tek partitë e vogla bëhet shumë e vështirë. Bëhet më vështirë sepse është tjetër lloj, po edhe nuk e kemi ne sistemin me lista të hapura, se ky sistem ishte një gënjeshtër, pra që themi që e bëm me të hapura. Sistemi me lista të hapura në Shqipëri do prodhonte më shumë vajza dhe gra? Unë mendoj se do prodhonte më shumë njerëz që janë realisht të fuqizuar në politikë. Pse? Sepse kur ti hyn me votat e tua, ke një zë krejtësisht ndryshe se sa kur hyn, sepse të ka përcaktuar partia, të ka vënë të dytin, të parin, të dytin në listë, edhe ti aty jo për shkak të asaj që jo për shkak të marrëdhënies me votuesin e sa vota merr, po sepse të ka vënë partia. Dhe normalisht kur partia të thotë ngri kartonin, do ta ngresh. Ndërkohë në Kosovë është shumë interesante. Ata thonë kështu, vajzat dhe gratë, jam zgjedhur në parlament ose në asamblen komunale pa kvotë. Sepse u jepet mundësia që të zgjidhen edhe pa kvotë. Pra kvotën e kanë për çështje garancie, por në qoftë se marrin votat e duhura, ato zgjidhen edhe pa kvotë. Dhe ka parti politike në cilat vetëm dy njerëz, dy gra dhe vajza kanë përdorur, ju është dashur ta përdorin kvotën për të garantuar ekuilibrin gjinor. Kështu që ti i jep mundësinë që të zgjidhen, ju jep mundësinë që të votohen, po sistemi duhet të jetë i hapur realisht, jo siç e bëm ne këtu që e dinim 90% parlamentit para se të votohej. Nuk është sistem ky ynë. Pra, o do ta hapim fare, ose ta mbyllim fare siç e kishim edhe. Po ka pasur një shqetësim që nëse hapet kuota, nëse hapet kjo sistemi zgjedhor për lista të hapura, mundet kishte një rrezik për kuotat. Kuotat, domethënë se hym në procese shumë teknike këtu, po kuota hyrëse dhe kuota dalëse. Kuota hyrëse është që ti 1/3 për shembull të listës duhet ta kesh patjetër me gjinin më pak përfaqësuar të kandidimit. Kuota dalëse është që në qoftë se ti merr 60 mandate në parlament, 30% e tyre duhet të jenë patjetër të gjinisë më pak përfaqësuar edhe kur ato marrin më pak vota dhe ne ky ishte një ndryshim shumë i madh që ne arritëm ta bënim edhe në Shqipëri për 48 orë. Për ishte momentin e fundit. Për 48 orë, mbasi u firmos, e pam që aty e kishin hequr kuotën dalësi dhe thamë po prit ka ndryshuar sistemi, si e bëni? Patëm vetëm 48 orë kohë për të ndryshuar, pra bëm amendament ndaj amendamentit, që të vinim kuotën dalëse, e cila garanton përfaqësimin,
por jep mundësi vajzave dhe grave që të garojnë edhe pa kuotë. Sepse ndonjëherë ç'a ndodh, partitë politike thonë e kemi plotësuar kuotën, kemi vënë 30%, po ti në atë zonë ose në atë parti mund të kesh 70% vajza dhe gra cilat janë të afta dhe që realisht ta fitojnë mandatin. Pse do vësh vetëm 30? Se ndonjëherë, domethënë e përdorin edhe nga krau tjetër për të limituar prezencën. Kështu që kjo e krijon problematikën dhe siç e pam, për shembull në rastin e Tiranës, zonja Tabaku nuk hyri me kuotë, hyri me vota. Nuk hyri me kuotë gjinore sepse mori mjaftueshëm vota për ta thyer për ta plotësuar pjesën e votave që i duheshin për të hyrë në parlament. Edhe në rast të tjera në Partinë Socialiste ishte shumë interesante. Partia Socialiste kishte bërë të kundërtën këtë zgjedhje, në listën e Tiranës kishte plotësuar 1/3 kuotën me burra dhe djem tek lista e mbyllur, ndërkohë që pjesa më e madhe e kandidatëve ishin vajza dhe gra, kështu që kuota kishte funksionuar nga ana tjetër. E tek shikojmë rezultatet shumë të mira të përfaqësimit të grave dhe vajzave në vendimarrje, le të themi, edhe kryesisht në qeverisje. Si ndihesh kur shikon që ditët e fundit për skandalet e korrupsionit në vend janë gratë dhe vajzat, si thua, konsumatorë ose targeti. Ne kemi zëvendës kryeministren që akuzohet dhe është e pandehur nga SPAK-u, ndërkohë kemi drejtoreshën e Akshit, që është një institucion jashtëzakonisht i rëndësishëm, që gjithashtu është në hetim. Ç'a ndodhi se ne presim që këto të mos jenë të korruptuara? Ta bëjmë dhe këtu me përqindje. 1 sa është. Sa janë ata që kanë me përqindje del, po e more kështu vetëm pak në javën e fundit. Mirë, 100%. 1 në sa. A dëmton kjo përpjekjet? Nuk mendoj se i dëmton, sepse kjo dëmton politikën në përgjithësi, se në një politikë ku korrupsioni është mënyrë jetese, patjetër që do preki çdo që është edhe që është i hapur ndaj këtyre lloj mënyrave, qoftë burr, grua, i ri apo e re. Problemi nuk është tek gjinia, problemi është tek kultura e të bërit politik. Gjëja që më shqetëson mua, edhe që më trishton, është arroganca me cilën bëhet korrupsioni. Pra nuk më shqetëson në vetvete edhe gjinia dhe gjithë këto gjërat e tjera, por një korrupsion i bërë kaq hapur, në mënyrë kaq galopante, në mënyrë kaq sikur ne të mos ekzistonin fare. Pikërisht, pra nuk kanë këtë ndjesinë që të ruhen nga asnjë gjë. Njeriu edhe me portofolin personal është më i përgjegjshëm. Ndonjëherë, ose të paktën nuk e di se tani ne punojmë në të gjithë botën, patjetër që ka korrupsion në të gjithë botën, që të mos jemi kështu sikur ata janë qelibar, nuk janë qelibar. Ama nuk vjedhin 90% të tenderit edhe të mbajnë 10. Është shumë e dhimbshme mënyra se si bëhet në këto lloje nivelesh, me këtë lloj arrogancë në kuptimin që nuk fshihen nga askush, nuk kanë, dhe kjo ka ardhur nga koncepti i pandëshkueshmërisë, që ne kemi patur deri dje, dhe që unë vazhdoj ta them dhe ta rithem se sa shumë duhen uruar dhe mbështetur ata që arritën ta thyenin këtë koncept të pandëshkueshmërisë në një vend si Shqipëria, ku askush nuk e besonte që do ndodhte. Puna që ka bërë SPAK-u në Shqipëri është një punë historike, jo në kuptimin e sa njerëz ka dënuar e tjerë, por në prishjen e konceptit kulturor që këtu ka pandëshkueshmëri të plot dhe të përhershme. Unë baj mend edhe një status tëndin që thoje, shikoni në histori se sa luftra kanë filluar gratë dhe vajzat, dhe prapë më fute te kjo statistika që ka të korruptuar, po statistikisht nuk janë nga shifrat e mia, domethënë luftrat që paktën këto të mëdha, ishte vetëm një në Rusi, domethënë. Kush ishte? Që ishte nuk jam mbaj mend emrin, po ishte edhe ajo e nisi sepse e kishte kundër luftë, pra nuk e nisi për luftë për tu ishte e sulmuar, nuk ishte. Nuk e nisi për luftë për tu fuqizuar etj. Të gjitha të tjerat më rezultojnë të nisura nga burrat, më kundërshton nëse e kam gabim. Por pra që do thuash nëse vendet europiane ku tashmë po përgatiten edhe për luftra, nëse do të drejtoheshin nga gratë, do kishim një garanci më të madhe për paqen, a?
Kancelara Merkel ka pasur një rol shumë të rëndësishëm në mbajtjen e ekuilibrave të fuqishëm, se edhe atëherë pati problematika të tilla. Për shembull, një rast, presidentja Vjosa Osmani ka një rol të jashtëzakonshëm për sa i përket përfaqësimit Kosovës në nivel ndërkombëtar dhe mbajtjes së ekuilibrave ndaj një politike e cila shpesh herë Kosovës i duhet që të jetë ndonjëherë edhe agresive, po edhe nga ana tjetër bllokuese për disa procese që imponohen. Kështu që ajo ka qenë një person që ka mbajtur ekuilibra të jashtëzakonshëm në nivel ndërkombëtar që nuk janë të thjeshta. Performanca e saj ka qenë jashtëzakonshme. Prandaj kështu që unë besoj fort këtë gjë, nuk e kam jo se e bëj punë, por ka realisht vajzat e gra që kanë bërë ndryshime dhe që vazhdojnë ta bëjnë, ashtu siç ka dhe burrat e djem. Mirë, po që kjo të ndodh, do duhet që gratë dhe vajzat përpara se të drejtojnë një shtet, të drejtojnë një parti politike. Ja, është e rëndësishme. Në vendin ton u bë dekada, u bë shumë vite, kam përshtypjen kur ne filluam të strukturoheshim mbas këtyre sistemeve partijake dhe demokracisë ashtu siç luhet në Europë. E para mund të ketë qenë, mos gaboj Monsineko Kalari me Partinë Social-Demokrate, dhe që prej atyre gratë dhe vajzat nuk kanë drejtuar në një parti politike. Përjashtimisht një parti e vogël në këto zgjedhje që kanë pasur disa parti të vogla, Partia e Gjelbër, para ca kohësh, Libra, para disa kohësh tjera, pa ndonjë ndikim elektoral. Domethënë kur kanë edhe këto zgjedhje ishte zonja Kocaqi që ishte. Shehti ndonjë shans ose kështu, a je optimiste që një parti të madhe në vend mund ta drejtojë një? Janë kushte. Sa shumë unë edhe të vogël. Janë kushte të vështira, të cilat nuk i lejojnë brenda partive vajzat dhe gratë të kenë pozicionet që meritojnë, edhe të kenë fuqizimin që meritojnë. Ka një bllokim të jashtëzakonshëm, sepse drejtimet e partive politike kanë pra lidhen drejt për drejt edhe me drejtimin e shtetit apo edhe të fuqisë kryesore që ka lideri i partisë. Me pak fjalë nuk je optimiste, ëh? E kam të vështirë do me thënë, ne po punojmë drejt kësaj gjëje, se prandaj punojmë fort me partitë politike, në mënyrë që edhe strukturat brenda tyre të ndërgjegjësohen për rëndësinë e kësaj, por ka akoma shumë punë për të bërë për demokracinë e brendshme, dhe kjo është një nga gjërat që pastaj do të sjelli që më i miri të jetë lider edhe jo ai që është më i forti. Uroja dhe shpresoja që partitë e reja ta bënin një lloj ndryshimi në këtë sens. Ka patur për shembull përçapje nga parti të ndryshme politike për të bërë edhe mekanizma të cilët janë dukur interesant për të garantuar barazinë. Për shembull, ka disa parti që kanë bashkëkryetar, një burrë dhe një grua. Kush është kjo? Kanë disa parti të gjelbra në për Europë, është për shembull edhe Partia Republikane, është interesante që bordin e ka me bashkëkryetar në Amerikë. Ka disa parti nëse jashtë vendit ka shumë të mirë, po mendova se mos kishte edhe një rast të mirë në Shqipëri. Nuk na mungon asgjë për t'i sjell, nëse është vullneti për t'i sjell. A ditë më diferencosh se kush ka qenë momenti më i mirë brenda në një partie politike në Shqipëri, që ka pasur një klimë të mirë dhe gratë kanë qenë shumë afër kontrollit të partisë, po nuk ja kanë dalë në një farforme. Tani ka shumë problem. Partitë politike në Shqipëri janë problematike në të gjitha format. Po ne bëjmë një studim që quhet Barometri i Barazisë Gjinore në partitë politike. Në barometrin e barazisë gjinore ne shohim disa gjëra, pra cilat janë parashikimet në statut, në letra, cilat janë rregulloret, cili është përfaqësimi në struktura, cili është përfaqësimi vendimar e gjithë këto gjërat e tjera. E në bazë të këtyre ne pastaj nxjerrim barometrin. Është Partia Socialiste del gjithmonë e para për sa i përket pjesës angazhimit grave në statut, po edhe në struktura. Për shembull, Partia Socialiste ka këtë pjesën e bashkëkryetarëve në nivel lokal. Në nivel lokal, çdo strukturë e Partisë Socialiste ka 2 kryetarë, një burrë dhe një grua, se e ka bërë si formë për të dhënë grave më shumë zë. Kjo e ka
në një farë mënyrë e ka dobësuar pak forumin e grave, por ka qenë një mekanizëm interesant që e ka kompensuar. Në partitë të tjera, për shembull, Partitë Demokratike, duket sikur është përkeqësuar situata apo është perceptimi? Partia Demokratike ka pasur një forum gruaje që ka pasur të fortë në terren gjatë gjithë kohës, por për sa i përket pjesës përfaqësimit në struktura, ka lënë gjithmonë për të dëshiruar. Nëse të kujtohet, ne kemi bërë edhe një reagim, për shembull të 12 drejtuesit e qarqe në zgjedhje ishin të 12 burra, dhe ne vajtëm për këtë kisha që duket sikur ka bërë pak hapa. Nuk ka një grua në këtë parti dhe pastaj u vu zonja Topalli që ishte 13-a për diasporën. Kështu që ndonjëherë ti mund të zgjedhësh realisht ata njerëzit që mendon se janë më të mirë etj etj dhe mund të qelloj që të jenë ose vetëm burra ose vetëm gra. Po për çështjen e përfaqësimit duhet patjetër që të bësh një lloj kompensimi, sepse imazhi që jep është që këta njerëz nuk kanë akses. Dhe duke mos patur akses ata që kanë brenda, nuk hyn as të tjerë të rinj. Dhe unë këtë këshilla u kam dhënë gjithmonë edhe partive të reja. Lira, po ta artmen si e shikon, në gjeopolitikë dhe në botë duket që ca gjëra po kurdiset mbrapsh, që do të thotë edhe disa arritje që kishim në aspektet të ndryshme në mbase për shkak të ndryshimit të kursit të disa shteteve, ka një ngecje, kam shtypjen unë, ose reflektimin të respektimit të drejtave të njeriut, ku sigurisht kam shtypjen edhe gratë dhe vajzat mund të pësojnë atë disfatën e tyre në çka është arritur deri më tani. Po në Shqipëri, ju e shikoni një rrezik që çka është arritur deri tani mund të cënohet? Gjithmonë cënohet. Ne e patëm eksperiencën, siç të thash, me reformën zgjedhore. Unë isha deri 30 minuta para se të firmosej në komision, sa u largova nga komisioni se isha duke shkuar në emision, se janë gjëra që ti e kupton se si ndodhin në sekond. U firmos, doli, unë në atë moment mora vesh që për shembull nuk ishte rregulluar kuota për listën e hapur. Dhe ajo, nëse do kishte mbetur ashtu, do ta kishte ulur numrin me 15% në mënyrë të drejtë për drejtë, me një të rënd të lapset. Pra gjithë ajo lufta që ne kishim bërë për të rregulluar kuotat për 15 vjet, me një të rënd të lapset mund të ndryshohej. Dhe ishte shumë interesante kjo pjesa, se nuk ta thash në fillim, amendamenti i amendamentit u votua më shumë se sa amendamenti vet. Pra, reformën zgjedhore e bën 2 partitë politike kryesore, këtë amendament për kuotën gjinore e votuan 4 parti, sepse e votuan gratë. Okej? Dhe unë ja kam thënë gjithmonë grave, kur bëni bashkë, bëni ndryshimin, se i kanë pak a shumë numrat e fuqinë kur realisht duan të luftojnë me thënë të drejtën, unë nuk di në një rast kur gratë bëhen bashkë dhe nuk i fitojnë gjërat, janë bërë shumë herë bashkë. Të t'jap sa shembull se i kam me merak. Po duket shumë e vështirë me u bë gratë bashkë. Bëhen shumë bashkë dhe bëjnë shumë ndryshime. Për shembull, ne punojmë me 61 bashkit me këshillat bashkiake, aleancat e grave këshilltare bashkiake. Një nga gjërat që donim bënim është që këto vajzat e gratë bënin nisma që ne i quajmë gjinore, po të fusnin në buxhet që të mësonin se mund të, duke lobuar, ti mund të futesh në buxhet çfarë do duash, se në fund ditës lekët janë ato që bëjnë ndryshimin. Kur ja u tham për herë të parë, ishte viti i Covidit. Jo, ishte viti i tërmetit. Dhe ju tham që do bëni bashkë dhe do fusni, nuk na jep lek, ne tha Këshilli Bashkiak vetë ti, si të na japi kryetari i Këshillit apo edhe vetë kryetari i bashkisë. Lorem tha mua nuk bëhet, dhe shumë provojeni një herë. Maksimumi tha 1 milion lek do na japin vjetra. Edhe ne kocat luftojmë, i thashëm provojnë. Edhe i ndihmuam patjetër me suport etj. U bëm bashkë dhe në fund të atij viti, që ishte vit problematik, gjej një shifër se sa ngritën në 61 bashkit gratë dhe vajzat duke u bërë bashkë. Unë kur shoh luftën për shembull për çështjet e rinis, janë minimaliste fare, domethënë as 5.000 euro për bashki nuk japin. 2.5 milion euro. Okay? Po që nga për të monitoruar kjo? Është për të monitoruar dhe ne kemi vite që e bëjmë. Nuk e themi më të madhe, se jemi modest, por realisht vajzat dhe gratë kanë që prej atij viti që ngren miliona euro në buxhet me nisma që i duan ato. E shikonon, thashon kur gratë fiksohen ti marrin lekë. Po buxhetet janë të rëndësishme. Kështu që mendon se sa ndryshime të tjera mund të bëheshin në qoftë se realisht ka një ndërgjegjësim
për fuqinë që ka bashkimi. Edhe në këtë rast kjo vlen edhe për të rinjt, vlen edhe për gratë dhe vajzat, dhe ne realisht për sa i përket këtyre gjërave, prandaj unë e them, nga që unë jam terren dhe e bëj këtë gjë, kanë treguar shumë më tepër sa burrat që dinë bashkohen përtej partive politike. Po. Për të bërë gjëra. Është bërë kanë rregulluar për shembull edhe ligjin për te kodi i punës, për këtë pjesën e lejes së shtatzanis, ato 2 orët që mund të marrësh për ushqyerjen me gji, tek ligji për dhunën, pra kanë bërë shumë gjëra të përbashkëta, të cilat kanë qenë realisht problematike. Patjetër që presioni më i madh është gjithmonë te buxheti. Dhe edhe aty kanë treguar që janë bërë bashkë edhe i kanë bërë ca gjëra, sidomos në pushtetin vendor. Kështu që për mua janë arritje që duhen theksuar, po edhe që tregojnë që po të ketë vullnet, ka mundësi. Për këto modelet e mira përgjithsisht nuk ka kohë njeri të flasë. Është interesante. Përgjithsisht kjo dhuna, lufta, përplasja, këto e mbizatrojnë hapësirën e komunikimit, edhe është për të ardhur keq se nëse nuk përmenden këto shembujt e mirë, është vështirë pak që të ndiqen, pastaj të shumë fishohen. Por unë do mbetem edhe pak te kjo çështje zgjedhore. Ju si e shikoni, jo vetëm për gratë e vajza tashmë, po ka një debat sërish për ndryshimin e kodit zgjedhor. Edhe palët, ndërkohë që po duke se po merreshin vesh, tashmë ka dhe një tërheqje të Partisë Demokratike nga Komisioni i Reformës Zgjedhore. Por në përgjithësi si e shikoni, domethënë në raport edhe me OSBE Odirin ose çka kanë rekomanduar, ti je investuar gjatë në këtë aspekt. OSBE Odiri ka shumë vite që rekomandon, ka shumë gjëra që ne nuk i marrim parasysh. Po ç'mund të bëj tjetër? Por duke vëzhguar zgjedhjet gjatë gjithë kohës, duke qenë pjesë e gjithë këtyre reformave zgjedhore, se thash, në sa herë hapet kodi, shkojmë atje dhe mundohemi të rregullojmë ju nga një anë, ne nga një anë, gjëra që e dim që duke qenë në terren e dim që nuk funksionojnë edhe që po të rregulloheshin me fare pak vullnet, do bënin zgjedhje shumë më të mira, qoftë jo vetëm për vajzat e gratë, po qoftë në mënyrën si funksionojnë strukturat, komisionet, dita e zgjedhjeve, gjithë këto gjëra të tjera që për mua s'kan asnjë lloj problemi përveç vullnetit të partive politike. Unë mendoj dhe kam thënë gjithmonë që patjetër që duhet një reformë serioze, të cilën ne nuk e bëjmë për kaq shumë vitesh. Pra ne nuk bëjmë reformë, ne bëjmë arna të kodit zgjedhor, i futemi 8 muaj para zgjedhjeve, bëjmë ca arna, edhe pastaj themi okay, po s'na doli mirë, po normal që s'u del mirë. Pra, edhe me votën e diasporës, që ne bëm kaq shumë përpjekje me 21.000 vota, me 21.000 firma, e kaq shumë përpjekje etj, u bë në një kohë rekord. Dhe patjetër që do kishte problematikat e veta pasaj se si do të implementohej, sepse normalisht është një gjë që ti duhet ta bësh seriozisht dhe kur quhet reformë. Ose Odiri thonte fjalët më të mira kur bëhej fjalë për votën e diasporës edhe patjetër që ishte një arritje shumë e madhe, megjithatë partitë politike ngritën disa problematika, të cilat mund të rregullohen ndërës tjetër me pak edhe në pjesën e parashikimit ligjor. Tek pjesa për shembull e faktit që kompania që merret për postimin e tyre nuk duhet ta bëj subkontrakt, ta subkontraktojë këtë kompaninë tjetër. Gjithë këto gjëra që janë rregulla të cilat rregullohen, pra. Ishte një test i madh. Por tek pjesa e kodit unë mendoj se duhet një reformë serioze. Dhe kur flasim për reformë, duhet një ligj i cili të rezistojë kohës dhe të jetë i mirë për disa vite, mos detyrohemi ta ndryshojmë prapë zgjedhjet e tjera. Keni kërkesa më shumë se sa që keni marrë nga kodi zgjedhor për gratë e vajza? Gjithmonë. Gjithmonë? Gjithmonë. Ç'duhet bërë më shumë? Derisa të arrijmë shanset e barabarta, do vazhdojmë kërkojmë. Te pjesa e financimit, kjo është një pjesë e cila, siç e thash, është edhe te kodi zgjedhor, edhe te ligji i partive politike, duhet futet në dy vende. Po me kuotën jeni të kënaqur? Me kuotën mund ta çojmë edhe si këshillat bashkiak, se 1-2 është ajo mekanizmi. Kështu që edhe për parlamentin varet. Ambicet që kanë të frikshme, kështu që s'po e ngacmojmë. Jo, edhe vetë Kombet e Bashkuara kanë lënë kuotën 30% dikur dhe kanë kaluar, domethënë synimi është tek 50%, po këto janë gjëra që e rëndësishme për mua është që të ishen barrierat. Barriera e para është aksesi në financa, e dyta është aksesi në media. Ne sapo mbyllim një studim tani për monitorimin e medias dhe gratë dhe vajzat kanë vetëm 10%
të gjithë kohës që ju jepet kandidatëve, vetëm 10% e kanë gratë dhe vajzat kandidate. Me Dhe ti pastaj thua ku janë, po aty janë, po ti thjesht nuk i shef. Me thënë drejtën edhe unë po ndjesha pak me siklet sot, se ne fundi vitit edhe bëjmë disa kuriozitete që lidhen me aktivitetin e qendresës. Edhe tek po bënim këtë analizën kush kishte dalë më shumë dhe sa kishin pasur dalje televizive. Edhe shikojsh e renditja, më thënë unë, Rigelci, Kolindo, edhe vajza e parë që shfaqe e 6 në radhë. Edhe nuk di të them për këtë tani se edhe këtu tek ne kjo koha televizive nuk duket që shpërndahet mirë në aspektin e respektimit të balancës gjinore. Megjithatë ne jemi të vetëdijshëm që nuk është e drejtë. Edhe shpresojmë ta korrektojmë. Po. Edhe kjo korrektohet kollaj, domethënë çik vullnet nga partitë politike se sidomos në kohë zgjedhjesh, janë partitë politike e centralizojnë pak të pjesën e pjesëmarrjes, po nga ana tjetër edhe me aksesin financa, se në sidomos kohë zgjedhore mediat bëhen të gjitha me pagesë. Kështu që patjetër, por edhe me një kujdes pak më të madh për sa i përket pjesës balancimit. Pra edhe duke folur edhe me këtë ndërgjegjësimin gjinor të gazetarëve, të atyre që bëjnë politikat redaksionale, të gjithë këtyre, është thjesht duhet parë me një lente, është një gjë e thjeshtë. Një nga barrierat më të rrezikshme për mendimin tim është dhuna. Gjuha e urrëties me bazë gjinore, sidomos në vajzat dhe grave që guxojnë të ngrejnë kokën për ndonjë gjë, është e jashtëzakonshme. Dhe kjo është për mendimin tim ajo që duhet luftuar, sepse kjo është një nga barrierat që i step gratë dhe vajzat, dhe kjo nuk është vetëm politik. I step për të bërë protesta, i step për të marrë leadership etj. Dhe kjo është një nga gjërat që ne po mundohemi ta rregullojmë dhe me ligj, edhe me ndërgjegjësim, edhe me gjithë forcat që kemi në dorë. Për ishte vërtetës kjo është e frikshme. Sa e shikon që të shkëlqej një vajzë ose një grua kryesisht në politikë ose në sektor të tjerë, gjithkohës ka disa përshpërima që thonë që kjo është nën tutelën e dikujt që e ka bërë jetë e suksesshme në atë vend. Edhe ndonjëherë më vjen keq që këtë e furnizojnë më shumë gratë dhe vajzat me thënë të drejtën se sa. Është pjesë edhe mënyrës se si është kultura dhe se si janë edukuar etj, por nuk është e vërtet. E furnizojnë në rastin e politikës ka, domethënë ka grupime që merren me këtë gjë. Ose mua më vjen më shumë keq kur e shoh që e artikulojnë. Unë kam vetë Unë kam vetë mbi supe, jam vetë një nga njerëzit që marrin shumë komente dhe shumë sulme, sepse kam vendosur që kur kam qenë 15 vjeç që të reagoj për atë që s'pëlqen. Po kjo gjë nuk është, ndonjëherë nuk është e mirëpritur, se patjetër që kur ti reagon, le të themi që nuk i pëlqen njerëz palave. Edhe ti je përballur me këto fyri dhe gjuhën e gjithmonë dhe është kemi një diskutim shumë të madh me gratë politikane, sepse disa prej tyre mendojnë se kjo është kosto e të bërit politik. Unë them gjithmonë që kjo nuk është kosto. Ti nuk mund ta marrësh përsipër dhe thuash po do ndodhi, jo, nuk ka pse ndodh, sepse kjo është dhunë e pastër dhe duhet luftuar si një dhunë që ty të vjen në mënyrë fizike apo si një dhunë që ty të vjen nga kushdo tjetër. E kam luftuar në disa mënyra individuale, kjo luftohet edhe me ligj. Duke përmirësuar edhe legjislacionin në këtë pjesë, se ne nuk kemi fare, as për bullizmin, as për gjuhën e urrëties etj. Këto janë gjëra që duhen përmirësuar dhe duhen marrë seriozisht. Ajo që ne shohim është që bëhet më shumë ndërgjegjësim. Dhe ndërgjegjësojmë dhe vetë gratë dhe vajzat në politikë që mos sulmojnë njëra tjetrën, edhe që të mos ushqejmë gjëra që janë. Dhe nga ana tjetër, për shembull, ne kemi ngritur edhe një task force për dhunën ndaj grave në politikë. Sa herë që ka një episod ku një grua dhe vajzë sulmohet, dhunohet etj, ne jemi një grupim organizatash të cilat reagojmë të gjitha bashk kundër kësaj gjëje. Se ndonjëherë një shoqëri si kjo e jona nuk e kupton as si është dhunë. Çfarë i thash tot? E kupton si të drejtë, jo si thjesht i thash që ti je kështu. Edhe nuk e ndoshta ndonjëherë se kuptojnë fare, kështu që kjo pjesa e reagimit bën edhe ndërgjegjësimin, që të kuptojnë që dhe dhuna verbale dhe psikologjike është dhunë. Është njësoj dhunë se ajo fizika. Edlira, unë në çdo fund të bisedës me miqt të cilët bashkë bisedojmë, u sjell atyre përpara 5 imazhe në të cilën ne i komentojmë së bashku. Edhe imazhi i parë është ky. Shoqëria civile. Nuk e di se ç'mund të impersonoj, po unë më shumë e kam marrë për shoqëria civile, domethënë si
shoqërinë civile në Shqipëri pas here ne ngatrojmë me shoqatat. Domethënë shoqatat janë pjesë e shoqërisë civile, por shoqëria civile është një koncept shumë më i gjerë se sa organizatat edhe shoqatat e para. Është shoqëri civile janë dhe qytetarët edhe media e gjithë këta të tjerë, universiteti, të cilët ne nuk e kuptojmë ndonjëherë se çfarë roli të rëndësishëm kanë. Sepse janë roli më i rëndësishëm që qëndron mes qytetarëve dhe mes institucioneve. Pra është ajo ura përmes së cilës zëri i qytetarëve shkon tek institucionet me ekspertizën teknike të nevojshme. Se të qytetarët mund të kenë probleme, por nuk dinë se si t'i çojnë ato në mënyrën e duhur. Ajo që ka ndodhur në Shqipëri është që ndoshta siç ndodh edhe në sektor të tjerë, edhe unë këtë e kam thënë gjithmonë, është që shoqëria civile në disa raste është përdorur për biznes, dhe kjo ka dëmtuar të gjithë pjesën tjetër të shoqërisë civile, që punon fort, që është në terren, që jep një kontribut të jashtëzakonshëm në shumë fusha, që nga shërbimet deri tek demokracia në tërësi, të cilët e kanë prishur, le të themi, në një farë mënyrë imazhin edhe mekanizmin se si perceptohet besimin ndaj shoqërisë civile në Shqipëri. Po ne që jemi në terren e dim shumë mirë që ata që janë që realisht e bëjnë punën kanë bërë ndryshime të mëdha në këtë vend. Që nga ato organizata që ofrojnë shërbime për fëmijët në nevojë, qoftë psikologjikisht, qoftë ndihmë, që nga ato që rindërtojnë shkolla. Vetëm ne kemi rindërtuar mbi 25 shkolla dhe spitale dhe qendra shëndetësore në Shqipëri. Gjë që duhet ta kishte bërë shteti, nuk e ka bërë dot, e ka bërë organizata me forca vullnetare. Pra, këto janë gjëra dhe siç e tham, ndonjëherë shembujt negativ mbulojnë të gjitha të punë pozitive që bëhet, dhe për mendimin tim, i gjithë ky promovimi i modeleve të mira edhe në shoqëri civile duhet bërë më shumë dhe duhen thënë gjërat që arrihen, që të rritet besimi, por nga ana tjetër, për mendimin tim, duhet rritet pse jo, edhe monitorimi edhe përgjegjësia e secilës prej tyre. Është interesante kjo aspekti kur e kthen kur një pjesë e kanë përdorur në biznes. Megjithatë një pjesë e kanë përdorur edhe katapult për në politik. Kjo ka përbërë kosto për shoqërinë civile? Ka përbërë, megjithatë, domethënë, unë mendoj se është një rrugë normale. Domethënë, nga shoqëria civile në politik është një rrugtim natyral, sepse ti je një person që ngre zërin për problematika të ndryshme dhe në këtë lloj angazhimi qytetar që ke, shkon edhe bën ndryshimin nga brenda. Pra ti je nga jashtë, pastaj e bën ndryshimin nga brenda. Tani figurat caktuara që e kanë keq përdorur, qoftë pozicionin shoqëri civile, qoftë kanë bërë të kundërtën e asaj që bënin shoqëri civile. Politik, pikërisht pra. Aty është problemi i shembullit gabuar, po si lidhje, është një lidhje tërësisht natyrale, e bën ndryshimin nga jashtë, e bën ndryshimin nga brenda aty ku t'jepet mundësia. E keqja në Shqipëri sot nuk është që kalojnë njerëz nga shoqëria civile në politikë. Është që politika e ka të bllokuara hyrjet për njerëz që janë nga shoqëria civile, nga akademia, nga biznesi, që duan të japin një kontribut, po si lë njëri ta japin kontributin politik. Po dhe ata që ja kanë dalë, për shembull fjala vjen e ish kryetarit të bashkisë, edhe ata që ja kanë dalë nuk kanë treguar në një shembull, ndërkohë që kur ishin në shoqëri civile protestonin, kur katapultohen në politikë, ata shtypin edhe pengojnë edhe protestën kur janë. Përdor një fjalë shumë të rëndësishme, katapultim. Kush katapultohet nuk bën asnjëherë punën e dur. Pra edhe në partitë politike, edhe në shoqëri civile, kemi dhe në shoqëri civile njerëz cilët janë të përkëdhelurit të donatorëve, të pushtetit, të shumë njerëzve, të cilët janë aty të katapultuar, nuk bëjnë asnjë gjë. Dhe vetëm prishin imazhin e asaj pune gjigande që bëhet në të gjitha mënyrat e tjera. Kështu që e vërtet kjo është e rëndësishme, është. Unë e vlerësoj që e thua me kurajo dhe me realizëm këtë, sepse ka nevojë të flitet për këtë. Jo, nuk më fatkeqësia e neve që reagojmë dhe që flasim, kjo është ndonjëherë flasim të vërtetat pa filtra. Se nuk, domethënë unë ndihem shumë i irrituar ndonjëherë që ne jemi detyruar të mbajmë edhe baltën e një pjese që se prodhojmë vetë, por gjithsesi ka dhe shumë raste pozitive nga shoqëria civile që kanë kaluar në politikë, kanë bërë shumë ndryshime. Për shembull, më lejo të marr një rast fundit, zonja Glantina Gjermeni ka kaluar nga shoqëria civile, shkoi në parlament, kishte drejtonte komisionin për të drejtat e njerëzit edhe barazinë gjinore, ka bërë një super punë atje. Pse? Sepse vinte nga një eksperiencë
në shoqërinë civile që merreshe me vajzat dhe gratë, dhe atë ekspertizë e ktheu në një kontribut edhe politik për pjesën e sektorit ku ajo kishte ekspertizë. Kështu që ka edhe shumë të tjerë, po siç e tham, bie në sy ata që bëjnë më shumë dëme se ata që bëjnë më shumë kontribut. Kjo është një imazh që sjell këtë dilemën e fundit ku ndodhet shoqëria shqiptare, ku ndryshimet vinë nëpërmjet votës apo nëpërmjet protestës dhe reagimit. Unë mendoj se vinë patjetër përmes të dyjave. Mendoj se një shoqëri që nuk ka reagim, nuk prodhon edhe ndryshime të mëdha. Patjetër që për mua vota është një lloj reagimi, pra është një mekanizëm për cilin ti reagon edhe do t'i japësh mundësinë njërës apo tjetrës platform që të zhvillohet, por tash jam subjektive në këtë pjesë. Unë kam qenë 15 vjeç që përplasem shumë në përsheshe, ndonjëherë përplasje të paqta, ndonjëherë jo dhe është paqta. Por për mua unë mendoj se reagimi duhet dhe është shumë i rëndësishëm, sepse njerëzit kanë në dorë zërin e tyre. Dhe nëse ti nuk e ngre zërin, ne kemi një shprehje shumë bukur popullore. Nëse fëmia nuk qan, nëna nuk i jep gjë. Sepse ndonjëherë ne që punojmë edhe brenda politikës, e kuptojmë që këta njerëz kanë prioritetet e tyre në bazë të konceptit të tyre se si duhet jetë shoqëria dhe në bazë të realitetit të tyre. Pra një politikan për shembull që nuk e merr kurrë autobusin e linjës, nuk e di se çfarë problematika ka transporti publik. Jo se është i keq, thjesht nuk e di. Sepse ti nuk e hyj për kurrë në një autobus që të kuptosh që kur të shtrëngohen ata njerëz kështu dhe të merret fryma, apo kur nuk vjen orar, apo gjithë problematikat e tjera që ka transporti publik, ty të nxjihet jeta. Okej, po ai nuk e di. Pra ti duhet t'ia thuash problemin tënd në mënyrë që ai ose ajo të ndërgjegjësor që ka të gjitha gjërat duhen të. Sepse politikanët kryesisht nuk përdorin sistemin shëndetësor që përdorim ne. Dhe ti duhet t'ia thuash dhe atë. Duhet t'ia thuash dhe atë. Duhet t'ia thuash dhe sistemin arsimor që e përdorin fëmijët e shqiptarëve ose përdorin ata. Po. Sigurin që ata kanë ndryshe, ne kemi policinë e shtetit, që kanë. Të gjitha duhen thënë. Dhe duhen thënë me forcë, sepse janë gjëra që ne po na e vështirësojnë jetën në mënyra nga më të ndryshmet. Tani ç'a fitojmë ne duke mos i thënë? Fitojmë gjë? Jo, atëherë pse mos i themi? Absolutisht po. Unë ndaj mendimin që ne sa herë kemi dalë në shesh, kemi fituar diçka. Gjithmonë kemi fituar. Pavarësisht se nuk kemi fituar aq sa duam, aq sa do donim, po më shumë se çishim në shtëpi para se të dilim kemi fituar. Kjo thyen mitin që reagimi nuk funksionon. Në të gjithë jetën time të aktivizmit, çdo lloj reagimi ka sjell pasojën dhe ka funksionuar. Patjetër, ndoshta ajo aq sa ti do, se ti mundua shumë gjëra, por çdo reagim sjell patjetër rezultat. Kështu që pse jo? Mua vjen mirë që kjo duhet thënë, edhe ndonjëherë shpesh e gjen edhe ndërmjet rretheve të kolegëve tanë ose miqve tanë që protestojmë, që për të motivuar qytetarët që të jenë në reagim të vazhdueshëm, vendosin të mos reklamojnë ose të mos vënë në dukje fitoret që bën një protestë. Jo, absolutisht. Edhe do duhet që gjithmonë të thonë që protesta s'fitoi asgjë me dëshirën që po mobilizon më shumë njerëz. Ndërkohë që kjo jep efektin e kundërt. Edhe unë shumë miqve i kam thënë që nëse fituam kaq 50 oficer apo një buxhet më shumë për shëndetësinë, të dalim me themi që qytetarët e fituan këtë. S'fituam sa donim. Po absolutisht që diçka e morëm. E fitojmë miku jon Osman Stafa atë dhomën. Po. Pra, domethënë po jo dhomën, po edhe në buxhet. Buxheti është 5 herë më i madh për onkologjikun se çka qenë në 30 vite. Po thash, domethënë se ne ndonjëherë e perceptojmë politikën kur je jashtë politikës, e percepton si një grupim njerëzish që duan vetëm të marrin. Po kemi edhe këtë frikën se mos keq kuptohemi, se po thej që ja fituam, dikush do thotë që po i bëni fresk Ramës tani edhe po lavdëroni qeverinë edhe. Ky aktivisti ndërmjet kësaj shqetësimit se mos po perceptohet sikur e la betejën, nuk i thot asnjëherë arritjet e tij. Jo, absolutisht duhen thënë sepse janë aty, edhe për mendimin tim, pra komplet pjesa e arritjeve duhet thënë, sepse thash ne perceptojmë politikën si një grup me njerëz të cilët janë aty duan të na bëjnë vetëm keq etj. Ndonjëherë ka dhe njerëz të sakt
aty brenda, të cilët realisht duan ta Po bëjnë. ndonjëherë bëhen të saktë edhe për shkak të presionit. Po nuk e kanë edhe të presionit. Pra ti ke dy, një me të mirë, një me të keq. Ke e thua me të mirë, bën peticione, është kjo pjesa advokacisë konstruktive që themi ne. Me peticione, me lobim siç ne e bëjmë me gratë dhe vajzat, pastaj janë mekanizmat e fundit që janë protestat, grevat e urisë etj. Që janë më shtrëngues. Të gjitha duhen përdorur, absolutisht. Tani. Se kuotën folëm shumë, po unë dua vetëm një gjë. Kjo kuota është e përhershme, a ka efekt edukativ dhe s'do jetë më aty, apo ne do e kemi gjithmonë kuotën sepse ose ka shërbyer për edukim? Ka shërbyer shumë për edukim, e para. Jo vetëm kuota, po gjithë lufta që bëhet për barazinë gjinore, sepse unë mbaj mend në vitin 2006, kur ne fillonim që të thoshim barazia gjinore, kështu barazia gjinore ashtu, thash mua ç'është kjo, ç'a do? S'ke për të arritur kurrë, ç'janë këto budalliqe. Sinqerisht, domethënë me këto fjalë. Dhe sot ne shohim që çdo ligj duhet të plotësoj pjesën e perspektivës gjinore, në çdo diskurs është pjesa e barazisë gjinore, në çdo zgjedhje është pjesa e barazisë gjinore, në të gjitha institucionet, pra tregon edhe kjo, tregon një arritje të jashtëzakonshme në ndryshimin e kulturës. Për sa i përket këtij sektorit të caktuar që e kam ndjekur unë, po kjo funksionon edhe në sektor tjerë. Kuota është një mekanizëm i përkohshëm, artificial, i cili përmes diskriminimit pozitiv jep mundësinë shoqërisë ose partive politike të bëjnë përfaqësimin derisa të arrijnë kulturën. Në Suedi për shembull është hequr kuota, sepse aty është kultura tani që përfaqësimi është krejtësisht natyral. Në vendet e ndryshme nordike, në këto vendet e tjera. Kështu që në momentin që ti e arrin dhe nuk ke më nga këto barrierat që të pengojnë kot vetëm sepse je grua, apo vetëm sepse je e ri, apo vetëm sepse flet, atëherë largohet kuota. Do na duhet edhe për disa kohë. Për shumë apo për pak? Unë uroj për pak, po varet nga vullneti i partive politike. Me duket dhe për shumë. Varet nga vullneti i partive politike kjo gjë. Shumë mirë. Një reflektim ose një momenti joti. Mendon që ose domethënë ka dy pyetje brenda ajo. Ku mendon se gratë janë më efektive, në biznes apo në politik? Dhe pastaj me aq sa ti ke informacion, ku janë më mirë të përfaqësuar për momentin, në biznes apo në politikë? Unë mendoj se gratë janë më efektive aty ku jepet mundësia për të qenë të lira, për të shpalosur potencialin e tyre. Kjo gjë ndodh më shumë në biznes, sepse ka një treg pak më të lirë. Politika është një lloj pushtetesh me pengesat pa numërta. Në momentin që ti ke një farë pushteti apo do të arrish, fillojnë bllokadat nga të gjitha anët, dhe kjo na ka ndodhur të gjithëve. Por edhe biznesi ka problematikat e veta në përfaqësim. Kemi shumë raste të biznesit që e menaxhojnë, e drejtojnë gratë, po është në emër të burrave. Kemi shumë raste të biznesit që kemi akoma problematika me pronësinë, sepse nuk mund të jetë në emër të grave. Kemi shumë problematika edhe të ligjit për sa i përket këtyre të drejtave dhe mundësive që gratë dhe vajzat kanë në biznes, por unë kam fatin të punoj edhe me gratë në biznes, edhe janë ca super gra që në një realitet siç është Shqipëria, ja kanë dalë të ndërtojnë biznese super të fuqishme dhe ja kanë dalë të fuqizojnë përmes biznesit të tyre edhe shumë gra të tjera. Për shembull, ne bashkëpunojmë me dhomën tregtare të gruas. Atje janë gra të cilat kanë nga 300-400 gra të tjera në punë, edhe ky është fuqizime. Pra nëse unë e bëj fuqizimin me fjalë, me ndërgjegjësime dhe me ligj, ato e bëjnë me fuqizim ekonomik që tani jo ka që agresiv se do ngelen djemë dhe burra pa punë. Varet. Ata kanë 1000 punonjës. Duket si e pamëshirshme. Nga 1000 punonjës që kanë 400 i kanë gra, nuk thash numrin total. Raporti që ka prap diskriminues, si. Por e kupton, pra kur flasim për fuqizim, patjetër që çdo fuqizim fillon nga fuqizimi ekonomik. Prandaj ne punojmë fort që edhe legjislacioni, edhe politika, edhe politikat të japin gratë dhe vajzave mundësinë edhe të rinjve, mundësinë që të fuqizohen njerë ekonomikisht,
të kenë një mundësi për balancë mes punës edhe jetës edhe familjes, dhe më pas të kenë mundësi të bëjnë çfarë duan në jetë, të hyjnë politik, të marrin me biznes, e vërtet. Qëndrojnë në shtëpi, pse jo? Imazhi i fundit, unë e kam zgjedhur. Po këto ndërtimet që ishin biznesi këta? Biznesi. Po çfarë mund të bëhet në Shqipëri përveç se apartamentit në biznes, më kupton? Të them një gjë në lidhje me këtë dhe pastaj e marrin këtë se është interesante edhe kjo. I mbir në një nga këto parlamenti shqiptar është instituti parlamentar që bën vizita me të rinj. Klasa i mbir, ata janë klasë 2, vetëm për të vizituar parlamentin. Edhe ata të mitë e kanë vizituar. Edhe personi që i drejtonte ulën te karriket e deputetëve dhe i tha, çfarë ligji do donit të bënit, çfarë ndryshimi nëse do të ishit ulur në këto karrike? Dhe i mbiri tha një gjë shumë interesante, i tha, unë do doja tha që për ne fëmijët tha, po edhe për të gjithë ne, të mbillni më shumë pemë, tha, dhe të ndërtoni më pak pallate, tha, sepse Tirana është e mbytur, tha, dhe ne s'kemi ku luajmë. Kështu që kjo ishte vendimarrja e fëmijëve për sa i përket dhe ndonjëherë harrojmë të dëgjojmë jo vetëm fëmijët, të rinjt, grupet e interesit, se çfarë problematikash reale kanë dhe prandaj thash, politika duhet të zbresi edhe të dëgjojë këto problematika. Nëse nuk zbret, këto problematika duhet i çohen përmes zërit të qytetarëve, të shoqërisë civile, të medias, që ajo të kuptojë që këto janë gjërat që duhen, nuk kemi nevojë për një gjë të caktuar, por kemi nevojë për një gjë tjetër. Ne kemi shumë nevojë dhe këto janë programe shumë të mira që brezi i ri, fëmijët fillojnë të vizitojnë institucionet. Unë po e jap kështu se ngacmove me këtë të fëmijëve. Shkoj një pasdite në shtëpi edhe mami nusës time dhe nusja ishin duke biseduar me djalin përpara meje dhe ai ishte shumë i gëzuar që në klasë, domethënë programi kishte vendosur që do vizitonin Bashkinë e Tiranës. Mirë, po Bashkia e Tiranës ishte Erion Velia. Duke ditur pak qasjen time që unë isha opozitare dhe jo ndonjë dashamirës i politikave të tij, vjera ishte pak e stepur se tha bobos nuk do na i lej që të shkoj atje. Edhe kur më tha, unë tha do shkoj te Bashkia, tha do vizitojmë Lalierin, thash po sa mirë, edhe vjera sikur shëruar. I thash, po shumë mirë më babi të keqen se neve thash është vend i dur, thash për t'i kërkuar thash atë fushën e basketbollit, që ti e ke te shkolla po se ke tek lagja, po këto rrugët që nuk kalojmë dot tek. Edhe fillova t'ja përshkruaja tërë problematikën që ne hasim. Edhe ju motivua, mori një dimension tjetër, tha, tha, po unë do vete tha të kërkoj llogari. Edhe ishte interesant, atë natë na ikën drita, aty jam 5 minuta, ju trem, se kishte përjetuar në një rikjen e dritave dhe kur të nesër me pyesën, a ja thej të tëra shqetësimet? Nuk i kishte pritur ai, kishte pritur dikush tjetër. Ja thashta, i thashta na kanë ikur drita tash. Ja, pra, është sa e bukur. Po edhe nuk harroj që i kishin dhënë porosi edhe që nuk do ankoheni aty kur të shkoni, domethënë është ne kemi këtë qasje pak të autoritetit edhe që do vëm tek ai të na bëj vetëm foto që ai dal bukur. Ndërkohë që ai ishte një moment shumë i mirë që fëmijët ti tregonin kryetarit të bashkisë sa nevoja kanë ata gjatë ditës. Ndërkohë që ajo mësuesja nga që kishte kuptuar që unë e kisha porositur me 2-3 gjëra që nuk ishin konvencionale dhe nuk shkonin, i kishte porositur të gjithëve. Nuk do të flas asgjë. Kjo është një fatkeqësi, është një nga pasojat që na vijnë nga komunizmi. Po. Ku për çdo fjalë që ti thoje kishe rrezikun për t'u internuar dhe sot e kësaj dite janë shumë të pak njerëzit që flasin edhe shpeshherë njerëzit që flasin na thon bravo çakurajo dhe i them po bëj asgjë, po them thjesht i problematik, nuk kam asnjë lloj ose atyre të cilëve ja drejtojmë na bien dhe telefonat her pas here, po si më reti mua gjithmonë personale, thua se po ankohesh për shtëpinë tënde. Ajo që duhet kuptojmë është që të gjithë duhet ja themi njëri tjetrit. Sepse pa u komunikuar gjërat, pa u thënë, thash nuk është se ka në pjesën më të madhe të rasteve nuk ka një mungesë dëshire për të mos bërë gjëra apo një dashakësi. Ka thjesht prioritete të ndryshme. Domethënë një buxhet është atje etj. Prandaj ne i mësojmë gratë se si të lobojnë për buxhetet e tyre, fëmijët etj. Jemi tek pyetja e fundit. Këtë imazhin e përzgjodha sepse të paktën vizualisht dukshte sikur ishte momenti më i afërt i joti për t'u angazhuar në politik ti bën për ditë, po në formën e arenës së partive politike, le të themi.
Edhe është me interes kjo pyetje, domethënë si e shikon ti angazhimin me partitë politike, po mbas edhe një impresion nga ky rrugtim që ishte së bashku me Adriatikun edhe me Florin, ku unë ju lash shumë më herët. Se të dilit ju këtu. S'është mirë, ja kështu se gjërat duhen bërë bashkë, bashkimi e bën fuqinë. Po, e vërtetë. Ideja është kjo që neve domethënë ne angazhohemi me politikën në mënyra nga më të ndryshmet dhe kishte një dakordsi shumë të madhe mes gjithë nesh që ishim grupi për nevojën e atyre 4 shtyllave për cilat ne dolëm, që në një farë mënyre nuk ishin gjëra që ne po i thoshim atëherë, janë gjëra për cilat ne kemi punuar ndër vite. E drejta për referendumet, që është e drejta për të patur zërin. Po. E drejta për listat e hapura, depolitizimi, vota e diasporës, depolitizimi e administratës zgjedhore edhe listat e hapura. Jo listat e hapura, sistemin në përgjithësi. Kështu që këto janë gjëra për cilat ne kemi punuar gjithkohon, po vendosëm që të bashkoheshim disa element bashk për t'i dhënë kësaj gjëje një fuqi pak më të madhe. Dhe realisht fuqinë e mori sepse le ta themi, vota e diasporës u bë sepse pati shumë kërkesë dhe presion, nuk do të ishte bërë. Vota e diasporës ishte edhe për shkak të vendimit të gjykatës kushtetuese që ishte nga Shqipëria. Kush e bëri atë? A e bën edhe atë diaspora për Shqipërinë e Lirë? Po. Pikërisht, pra, a e bën atë pjesë të rinj të tjerë të cilët ishin nga shoqëria civile që po mundoheshin të ndikonin në politikë, pra të gjitha këto lëvizje. Megjithatë, unë dua të eksploroj mbi këtë momentin e afërsisë tënde me politikën. Realisht, formalisht si e përjetove këtë ekuilibrin ku do duhet të vendosje tashmë, domethënë kush ishte? Formalisht unë nuk u bëra asnjëherë pjesë e strukturës politike, se për sa kohë unë isha, kjo ishte një lëvizje organizat. Më pas kur unë u largova, ishte një prandaj po them këtë kufiri, domethënë, a e mendove në momentin që ti duhet vendosje, një pjesë e grupit vendosi që të bënde një formacion politik, që është një drejt legjitime dhe shumë e mirë, ndërkohë ti kam përshtypjen ishe përballë kësaj dilemës, që a duhet ka përdzej dhe unë me këta miq këtej, apo misioni kam ende mision për të konsumuar këtej, domethënë. Të dyja bashk, ajo që unë pres nga partitë e reja politike është të sjellin një gjë ndryshe. Sepse nëse partitë e reja politike funksionojnë me të njëjtën strukturë, me të njëjtën vendimarrje, me të njëjtën lloj vizioni si partitë tradicionale, atëherë nuk sjellin në një gjë ndryshe përveç se emra të rinj. Pra, e rëndësishme është mos sjellim emra, e rëndësishme është të sjellim platforma të reja, mënyrë ndryshe të funksionimit të madhe sekretari. Po, një lëvizje më të madhe sekretare, se ne kemi parti me 5 veta, me 10 veta, me 1000 veta dhe me 700.000 veta, të cilat mbeten partitë kryetarëve. Dhe kjo nuk është mënyra për mendimin tim, se unë e studioj politikën. Unë punoj, jam brenda politikës. Nuk është përgjigja që duan qytetarët. Pra qytetarët sot, ti e di mirë indeksin që bëhet për besueshmërinë. Indeksi besueshmërisë, spaku shqiptare, ambasada amerikane e dyta më duket, dhe partitë politike janë të fundit. Tani ti je në këtë pozicion. Nëse krijon një model të tillë, që është njësoj, nuk do ta është e njëjta gjë dhe me shoqërinë civile. Pra, o do bësh diçka ndryshe? Sot po domethënë sot po kafshohet gjithnjë më shumë qeverisja nga spaku. Ndërkohë që opozita dukshëm nuk po e shfrytëzon këtë moment në aspektin politik. Mendon që është kjo mungesa e modelit politik ose modelit që ata i ofrojnë qytetarëve? Ka një kombinim, për mendimin tim, ndonjëherë më duket sikur mungon dëshira, ndonjëherë më duket sikur mungon kapaciteti, sepse ka disa gjëra që mund të bëheshin më mirë, pra jam edhe unë e dyzuar te kjo pjesa se çfarë mungon, ajo që jemi të sigurt gjithë është që diçka mungon. Edhe për faktin që nuk frymëzon, po ti nuk frymëzon për shembull, po ti jesh me të njëjtin model, me të njëjtin njerëz, me të njëjtin qasje dhe problematika siç ke qenë gjithmonë. Ti the gjë të bukur në rrjetet sociale më duket, që mund presësh. Po përsërisësh gjithmonë njëjtën gjë, nuk mund të presësh rezultate të ndryshme. E njëjta gjë vlen edhe për partitë e reja. Pra ti nuk mund të përsërisësh të njëjtat sjellje, të njëjtat problematika dhe të presësh që nuk ndodh kjo, sidomos në një shoqëri e cila
është shumë kritike ndaj politikës si Shqipëria. Pra shqiptarët ka një memorie kolektive të fortë mbi ngjarjet politike. Po, dhe janë domethënë nuk kanë besim te partitë politike, janë të larguar shumë më tepër se ç'duhet ishin. Por nga ana tjetër, unë vazhdoj të mbështes të gjithë njerëzit të cilët duan të hyjnë politik, qoftë si parti të reja, qoftë si struktura, qoftë si individ, sepse Shqipëria sot ka nevojë për njerëz që ta marrin atë guximin dhe t'i futen politikës. Tani pyetja ime e fundit. Do ta marrësh guximin? Pyetja ime e fundit është u bë një lloj kështu ankandi ose nuk e di si ta them, një lloj shpërfaqje shemrash kur bëhet fjalë për kryetarin e Bashkisë Tiranës, po është ai u tejkalua një prej emrave nga publiku që citohej ishit dhe ju. Megjithatë unë po mendoja, nëse një nga partitë të cilat në vendin ton të mëdha ose të vogla do të propozonte që të ishit ju drejtuesja e partisë së tyre ose do e kishe këtë një realitet paralel. Po realitet paralel, të supozojmë që mund të ndodhë. Mendojnë që kjo një ofertë që s'ndodh asnjëherë, shko ti angazhimin e ke, kontributin e ke, linjen e të menduarit e di, domethënë nuk është se një parti politike do e kishte të vështirë thonë që shiko, je nominuar edhe për tek partia jon, përfaqëson vlerat që ne duam që të shikojmë tek Shqipëria. Ti ç'do të bëje? E them që është e vështirë që kjo të ndodhi, por në një realitet paralel, patjetër që unë e konsideroj politikën si një privilegj edhe si një përgjegjësi. Domethënë, unë nuk e kam përjashtuar asnjëherë politikën nga brenda, se thash ne kemi një jetë që bëjmë politikën nga jashtë. Po. Ndonjëherë është e nevojshme që të futesh edhe brenda dhe ta bësh ndryshimin nga brenda. Po, është vërtet. Ama kur ti ke mundësinë që ta bësh këtë lloj ndryshimi, jo që të futesh, të marrësh një pozicion e ta mbash atë pozicionin për emër dhe mos bësh dot asgjë. Prandaj është shumë e rëndësishme mënyra se si ti arrin të kontribosh. Në qoftë se ke mundësi për të kontribuar më shumë nga jashtë, zgjidhe. Në qoftë se ke mundësi, të jepet mundësia për të kontribuar më shumë nga brenda, në rastin për shembull që ti je kryetari i partisë, më shumë do të afrojnë ty se sa mua, se unë jam grua. E tham të gjë. Kështu që e tham të gjë në shumë statistikë, por në rastin se ti jepet mundësia, merre, sepse Shqipëria dhe politika shqiptare ka nevojë për njerëz të mirë. Dhe thash, nuk ka mungesë dëshire të rinjve dhe të mirëve për të marrë me politikë, ka blokad. Përgjigja ishte ekselente dhe mua më vjen mirë që ti nuk ish mangesh, domethënë je ndërtoj që përgjegjësinë i del përballë dhe kam përshtypjen që kështu duhet të jetë edhe elita kush e konsiderohet veten elit në vend do duhet të di që ka momente të cilën duhet marrë përgjegjësi dhe sakrificat e dura dhe për të mos e zgjatur më shumë se të ka marrë jashtëzakonisht shumë kohë, 1 orë 17 minuta më thotë këtu. Kështu që të falenderoj shumë edhe shpresoj shumë që 2026 të jetë po ashtu një vit suksesi për ju edhe të ndodhë ajo që është e pa imagjinueshme që në këtë vend pak ka mundësi të ndodhë, megjithatë faleminderit. Nuk i dihet asnjëherë pamundura nuk i dihet, mund të bëhet e mundur. Këtë gjë e kemi hasur me vajzat dhe gratë, me luftën që bëjmë shoqëri civile. E rëndësishme është që të bëhet më mira për të gjithë ne dhe për shqiptarët që realisht meritojnë shumë më tepër se kjo që kanë sot. Kështu që qoftë 2026 një vit më i mbar për të gjithë, edhe me sa më shumë dashamirësi me gjithë secilën, sa më shumë kontribut që mund t'japim gjithë secili aty ku mundet. Shumë faleminderit. Faleminderit ty. Miq, do rishihemi së bashku sigurisht me komunikimet e radhës dhe unë deri atëherë ju le takim dhe shpresoj që t'ja kaloni shumë mirë. Mirupafshim.